Le të filloj udhëtimi. Në këtë mënyrë Qendra për Edukim dhe Zhvillim CET u ka dëshiruar rrugë të mbarë të rinjëve, nxënësve që nisën udhëtimin drejt Zvicrës. Para Pallatit të Kulturës në Tetov, prindër dhe familjar kishin dalë për të përcjellur fëmijët e tyre. 40 të ri pjesëmarrës të shoqëruar nga 6 mbikëqyrës po udhëtojnë drejt fshatit të fëmijëve Kinderdorf Pestaloci në Trogen të Zvicrës nga 24 qershori deri më 7 korrik për një shkëmbim ndërkulturor me bashkëmoshatarët e tyre zvicerian. Përmes aktiviteteve të përbashkëta, mësimit dhe shkëmbimit kulturor, ata do të fitojnë përvoja të reja, do të krijojnë miqësi dhe do të kthehen të frymëzuar për të dhënë një ndikim pozitiv në komunitetet e tyre. Nga 2010 bashkëpunojmë me fondacionin më të madh botror, me Selina Zvicër, pra Pestalloci, të cilët kanë adekuat fshatin e fëmijëve, edhe si vjet si çdo vit, pra nga periudha, mendoj në janar dhe tani në qershor, nga periudha 23 deri më 7 korrik, diku rreth 40 fëmijë së bashku me 6 mbikëqyrës, pra supervizor, do të marrin pjesë në shkëmbimin ndërkulturor që mbahet në fshatin e fëmijëve në Trogen të Zvicrës. Kjo është një ndër projektet më me impakt, mund të themi, në shoqëri të cilën e bën organizata CET, pasi bashkëpunimi me Pestallocin vazhdon nga viti 2009-2010. Dhe qëllimi i këtij këmbimi është fëmijët nga rajoni i Tetovës, pra diku 40 fëmijë të marrin pjesë, të mësojnë për kompetenca ndërkulturore, të mësojnë për të drejtat e fëmijëve, mos diskriminim dhe pasi të kthehen në një farë mënyrë ata bëhen lider në komunitetet ku jetojnë. Në bashkëpunim me Fondacionin për Fëmijë Kinderdorf Pestalloci që nga viti 2009, Qendra për Edukim dhe Zhvillim ka krijuar mundësi për të rinjët që të zhvillojnë aftësi ndërkulturore, të marrin pjesë në këmbime ndërkombëtare dhe të promovojnë tolerancën dhe respektin për diversitetin.